Besimtarët e Krishterë në Shkodër kremtuan festën e korpit e Krishtit, sakrament të cilin Jezusi la kujtimin e gjatë të pashkët e tij, ngjarje qendrore në historinë e njerëzimit. Nga katedrala e Shënshtivnit ku kremtuan mesha shenjtë, besimtarët të udhëheqën nga arkipezhi Imzo Gjavani Peragjine dhe klerikët morën pjesë në procesionin që vijoi përgjatë zonës muzeale të Gjuhadolit dhe deri te kisha Shën Kod në Rus. Në fjalën e tij Imzot Peragjine u lut për paqen të gjithë botën. Edhe këtë procesion, në këtë festë në të cilin jemi të ftuar të qëndrojmë në soditjen e Jezusi pranishëm në sakramentin e Eukaristisë, edhe simbolikisht Krishti ka kaluar nëpërmjet rrugëve e qytetin tonë, por mendojmë që Jezusi kalon e ka kaluar e vazhdon të kaloj nëpërmjet rrugëve e botës së sonë. Në mënyrë të veçantë kërkojmë për ne, për këtë qytet, për këtë vend, për kombin tonë, por edhe për botën mbarë, dhuratën e paqes. Po shikojmë çfarë po ndodh në mbar botën, në vende të ndryshme, që Zoti në të vërtetë mund të ndërhyjë, që Zoti mund të prekë zemrat e njeriut, mbi të gjithë ata që kanë në dorë çfarë mund të bëhet për paqen, për qetësi, për armoni njëri me tjetrin. Eukaristia është ushqim shpirtëror, kemi thënë. Eukaristia e ushqen uria e njeriut, që secili prej nesh, duke mësuar prej Eukaristisë, prej korpin e gjakut të Krishtit që marrim vazhdimisht, të bëhet instrument i paqes, secili prej nesh mund të dëshmoj atë dashuri që ai na ka sjell. Procesioni është bekim i madh sepse përmes tij kishave para syve të Zotit vuajtjet e të sëmurëve, vetmi të rinjve e të pleqve.